Klasat e ciklit të lartë të shkollës nënvjeçare 14 nëntori në Durrës shpalosën sot në sheshin qendror të qytetit gjithë kreativitetin e tyre përmes punimeve të realizuara në 4 fusha të ndryshme të nxënit, duke konkretizuar kështu më së miri në praktik dijet e fituara gjatë orëve të mësimit. Përmes materialeve të ndryshme, kryesisht të riciklueshme, nxënësit e klasave nga e 6-ta deri në të 9-ën sollën në sheshin Liria, projektet ku kishin konkretizuar imagjinatën dhe dijet e marra gjatë vitit shkollor në lëndë të ndryshme. Mes punimeve, spikaste harta e Shqipërisë e punuar nga nxënësit e klasës së 9B. Tema e projektit tonë është turizmi në 4 stinë dhe ne të gjithë si klasë kishim vetëm një ide që të realizonim në lëndën e gjeografisë një projekt gjigant që të ishte i bukur edhe për shikuesit. Si fillim, donim që materialet të përdorura të ishin edhe ato të riciklueshme. Kemi përdorur qese në ngjyrën blu, kemi përdorur fleta në fotokopje, gjithashtu edhe kartona. Kjo hartë e Shqipërisë përfaqëson unitetin ton dhe të veçantat e këtij kombi. 270 nxënës të shkollës janë angazhuar në realizimin e 4 projekteve të ekspozuara në shesh. Për drejtoreshën e shkollës Merita Kuçi dhe mësuesen e historisë Zemrite Hereni, të gjitha punimet dëshmojnë përkushtimin dhe seriozitetin e nxënësve, por dhe komunitetit të prindërve. Është përfshirë cikli i lartë nga klasa 6 deri në klasë të 9, rezultojnë rreth 279 nxënës dhe 4 projektet me produktet e tyre është një pasuri që do t'i mbetet shkollës si një trashëgimi. Ka punë të cilët janë me mjete të riciklueshme, janë me gurët e detit, me mozaik pra, po njëkohësisht ka nga fusha e gjeografisë, siç është për shembull tapa ose mjete të ndryshme, por fokusi ynë dhe rëndësia e këtyre 4 projekteve është që janë përfshirë të gjitha fushat e të nxënit. Secila klasë ka një temë të veçantë, duke filluar nga klasa e 6 që ka udhëtimin e qytetërimeve nga antikiteti drejt teknologjisë, me klasën e 7 po ashtu me revolucionin, me klasën e 8 trashëgimia dhe identiteti kulturor, dhe me klasën e 9 rëndësia e pozitës gjeografike të Shqipërisë, përfshin tema të veçanta, por që kulmojnë në një produktivitet ku të gjithë nxënësit janë përfshirë. Punimet tërhoqën jo pak edhe vëmendjen e turistëve të huaj. Të gjitha projektet do të jenë pjesë e arkivit të shkollës, disa prej të cilave do të ekspozohen tashmë dhe në ambientet e muzeut të hapur pranë këtij institucioni arsimor.